sot qoftë edhe në aspektin simbolik, organizatat e dala nga lufta kanë thirrë protest përikrisht në oborrin e institucioneve të Kosovës, të cilat institucione kanë degraduar pafundësisht. E them këtë sepse Qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri i saj bënte kërkatjet e pandalshme me plot gojnë për bashkimin kombëtar. Mbante në gjaket simbolin dhe flamurin kombëtar, kurse në anën tjetër kishte për këshilltar një person i cili vazhdimisht thynte dhe bënte përpjekje të degradoj luftën e pastër dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe ky person është me emrin Shkelzen Gashi. Degradimi kaq i rëndë dhe i paskajshëm i kësaj qeverie është sepse brenda kësaj qeverie ka ministra të cilët janë anti-UÇK. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ekoran Murati, i cili publikisht pa deklaruar se më mirë dhe më lirë do të na kushtonte liria këtij vendit, po t'i kishim paguar mercenar, që është fyrje e rëndë për veteranët invalid, familjet e dëshmorëve dhe për luftën e shajt dhe drejt ushtrisë shqiptare të Kosovës. Degradimi i matutjeshëm i këtij institucioni është sepse për minister ka Dimal Bashën, i cili paturshëm bën edhe punime shkencore për ta dëmtuar, për të shkelur mbi gjakun e dëshmorëve dhe për t'i dhënë konotacion tjetër luftës tonë drejt dhe të pastër. Me tutje, degradimi i matutjeshëm është se brenda kësaj ministrie kemi ministren Gërvalla Shvarc, e cila publikisht ka deklaruar se bashkëpunon dhe ka bashkëpunu me shpifje dhe me intriga që të dënohen krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, të cilët po mbahen padrejtësisht në Hagë. Kemi ministren Mimoza Kusari Lila, e cila në mënyrë të mshef dhe tinzore ka bashkëpunuar me listën serbe dhe me kriminalin Radojqić për t'i goditur veteranet e luftës e ushtrisë shqiptare në të drejtën e tij e tyre, gjë që është realizuar dhe veteranet padrejtësisht kundërligjshëm janë largu në benefitin e tyre, pra në pagën minimale të Kosovës. Të respektuar pranishëm, degradimi i skajshëm ndodhi edhe me institucionin më të lartë të Republikës të Kosovës, me Parlamentin e Republikës të Kosovës, ku ky parlament në vend që të nxjerr ligje në mbrojtje të vlerave të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe vetë luftës së shajt dhe drejt, ky parlament përveç që i financon një idiot për të zhvilluar dhe për të bërë ekspozit në qendër të Kosovës në Prishtinë, duke shtrembruar, bërë përpjekje për shtrembruar historinë reale dhe të drejtë dhe gjithë ato krime që janë bërë gjatë luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës nga ushtria dhe policia serbe. Ku fynë rand familjet e viktimave civile, fynë rand
luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe fynë rënd gjakun e derdhur për liri. Të respektuar protestues, ne vlerësojmë dhe çmojmë drejt veprimin e komunës së Prishtinës dhe kryetarit zoti Rama, i cili bëri veprim dhe largoi këto eksponate të cilat qëllimin e vetëm kanë pas dhe ne dyshojmë se gjithë informacionet janë marrë nga shërbimet sekrete serbe. Dhe dyshimet tona janë se edhe është bashkëpunuar me këto institucione të cilat gjithë përpjekjet i kanë për të dënuar, për të barazuar luftën tonë drejt dhe të pastër me gjithë ato që ka bërë ushtria dhe policia serbe në Kosovë. Ne besojmë dhe shpresojmë që kjo zezë që ju ka vu Kosovës duke i mbajtur padrejtësisht krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës nga një gjykatë politike dhe krejtësisht e njëanshme duke punuar ngusht me njerëz të këtill të shitur si Shkelzen Gashi. E them këtë sepse kjo gjykatë është ndërtuar mbi shpifjet dhe trillimet të raportit Dick Martit, ku këshilltari kryeministrit Thaçi e ngrit në pjedestal dhe thët është miku më i mirë i shqiptarëve. Të nderuar pranishëm, për fund ju them se ne ju bëjmë edhe thirrje institucioneve të Republikave të Kosovës që të reflektojnë dhe mjaft me tentime për degraduar luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne, si kategoritë të dala nga lufta e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës, do të mbrojmë luftën tonë drejt të pastër me çdo kusht. Nga kushdo që cënohet, nga kushdo që bën përpjekje ta njëllos dhe ta degradoj dhe të shkel mbi gjakun e dëshmorëve të kombit. Urojmë dhe shpresojmë që gjykata speciale në Hag do t'i udhë poshtë, sepse nuk ka argumente dhe të provuar se krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë bërë krime dhe është faktuar mjaftueshëm se lufta jon ka qenë e drejtë dhe e pastër, e cila u zhvillu për liri, çlirim dhe bashkim. Mendoj se verdikti dhe shpresojmë se verdikti përfundimtar do t'i liroj dhe do t'i humbë gjithë pretendimet e prokurorisë, duke bërë kërkesë dhe për dënime banale dhe drakonike për krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ata sa më parë duhet të kthehen se kur më shumë nuk ju kanë dashur vendit, nuk ju kanë dashur institucioneve, nuk ju kanë dashur gjithë popullit dhe kombit shqiptar. Lavdi të gjithë të rënëve për liri, respekt për familjet e dëshmorëve, respekt për invalidët e luftës, respekt për veteranët e luftës, respekt për viktimat civile dhe gjithë ata
që kanë bo dhe kanë dhoti diçka me ardhë deri te liria. Ju falemderit për vëmendje. A si ke bërë një të fata?